Vau Idejës ka rezervuar një pritje entuziaste kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste. E pranishme në këtë takim ka qenë edhe ministra e Sipërmarrjes Dalina Ibrahimaj dhe drejtuesi politik i PS-s Benet Beci. Në fjalën e hapjes ka qenë kryetari i Bashkisë Vau Idejës Kristian Shkreli, që ka kërkuar që me 11 maj të gjithë banorët i drejtojnë kutive të votimit dhe të votojnë numrin 5 dhe kandidatin Frokgjini si biri i kësaj zone. Ne do bëjmë maksimumin që Partia Socialiste me krye Edi Ramën të marrë një rezultat sa më të mirë, sa më të madh në qarkun e Shkodrës, që të vazhdojmë punët e mëdha që kena nisë për transformimin e Vau Idejësit dhe të krejt qarkut Shkodër. Kërkoj mbështetjen tuaj për numrin 5, për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën. Ministra Ibrahimaj theksoi se PS nuk ka para qytetarëve një program elektoral, por një program qeverisës për 4 vitet e ardhshme. Ne nuk kemi një program elektoral, ne kemi një program qeverisës. Ne kemi një projekt të madh për ta futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe unë kërkoj nga të gjithë ju votën në datën 11 maj, sepse Partia Socialiste është e vetmja forcë që ka treguar që diti bëj gjërat dhe që do ta shpjerë Shqipërinë në BE. Kandidatët e pranishëm kërkuan nga banorët e kësaj zone që 11 maj të jetë data që shënon vijimsinë e investimeve për Shkodrën, kryeqendër rajonale. Këtu mas nesh kena një pamje të mrekullueshme të liçenit, një pamje e cilën ju ka falë Zoti kësaj zone. Por me mbështetjen e pamjes tjetër të mrekullueshme numrit 5, këtë zonë dhe ta çojmë një nivel edhe shumë më të mirë. Por unë besoj se sot më shumë se kur, duken se unë jam një prej jush edhe vi prej këtij sektori, mundna me kallëzuar që nëpërmjet bashkëpunimit, bashkë me kandidat kolegët e mi, bashkë me pushtetin lokal të Bashkisë Vau Idejësit edhe bashkive tjera edhe pushtetit qendror, mundna me bë shumë më tepër si asnjë forcë politike për këtë vend. Sot dhe me premtimin e ministrës Sipërmarrjes, e drejtuesit politik, e kryetarit bashkisë, e gjithë kolegëve, që pas datës 11 maj, Bashkia Vau Idejësit, qarku i Shkodrës, Bashkia Puks, Bashkia Fusharësit, i garantoj se do të kenë mbështetjen më të madhe në financimin e projekteve të tyre. Benet Beci në fjalën e tij para banorëve kërkoi që me 11 maj Vau Idejës ashtu si gjithë qarku i Shkodrës të ketë një drejtim, numrin 5 si fitues dhe Partinë Socialiste. Jam shumë i gëzuar në fakt që kena nisë këtë fushatë elektorale me një nga kërkesat që vonoi shumë, por që filloi që është rruga e Komanit, një investim i jashtëzakonshëm i rëndësishëm për zhvillimin e kësaj zone. Janë të gjitha investimet të mëdha qeverisë për ta kthyer rajonin tonë në një qendër rajonale të rëndësishme ekonomike dhe turistike. Këto nuk janë fjalë, por janë perspektiva e madhe që na pret zonën. 11 maj është një moment shumë i rëndësishëm për të thënë këtë gjë. Ne duhet ta vazhdojmë këtë punë. Por që ta vazhdojmë këtë punë, ne duam mbështetjen tuaj të jashtëzakonshme për një fitore të thellë të Partisë Socialiste për parlament në zgjedhjet e 11 maj. Nuk ka nevojë të shikoni andej këtej. Ky vend zhvillohet, dhe ky qytet zhvillohet, ky rajon zhvillohet vetëm duke votuar numrin 5. Qartësisht numrin 5, të gjithë për këtë. Nëse doni zhvillimin e vendit tuaj, nëse doni zhvillimin e qytetit tuaj, nëse doni zhvillimin e Shkodrës si rajon dhe si qytet, nëse doni të jeni krenar për këtë vend, votoni 5-ën dhe transformimin që e keni aprovuar në 2 vjet, do ta aprovoni në 4 vjet të ardhshëm me ekipin më të mirë të deputetëve që kemi sot, për cilët unë jam krenar, që do na përfaqësojnë në Parlamentin shqiptar.